Gënjeshtari i zakonshëm nuk ka turp. Le të thellohemi në rëndësinë e kësaj thënie në dritën e Kuranit. Në Kuran, Allahu thekson rëndësinë e së vërtetës dhe paralajmëron kundër pasojave të gënjeshtrës. Në surën Huxhurat, ajeti 11, Allahu thot: O ju që besuat, asnjë popull të mos përqesh një popull tjetër, ndoshta ata të përqeshurit janë më të mirë se ata, e as t'i lejojnë gratë të tallen me gratë të tjera. Ndoshta ato mund të jenë më të mira se ato, dhe mos shani njëri tjetrin, dhe mos e etiketoni njëri tjetrin me nofka fyese. Sa e shumtuar është të thirresh me emër të keq pas pranimit të besimit. Ata që nuk pendohen janë vërtet keqbërës. Ky ajet thekson rëndësinë e trajtimit të tjerëve me respekt dhe për t'u përmbajtur nga tallja ose nënçmimi i tyre. Ai gjithashtu paralajmëron kundër përdorimit të pseudonimeve fyese, të cilat mund të jenë një formë gënjeshtrës ose përhapjes së gënjeshtrave për të tjerët. Mungesa e turpit të gënjeshtarët e zakonshëm është e dukshme në mospërfilljen e pasojave të veprimeve të tyre dhe në dështimin e tyre për të mbështetur vlerat e ndershmërisë dhe integritetit. Për më tepër, në surën Bekare, ajeti 42, Allahu thot: Dhe mos e përziheni të vërtetën me të pavërtetën, dhe mos e fshihni të vërtetën derisa e dini. Ky ajet thekson rëndësinë e të folurit të së vërtetës dhe të mos shtrembërimit të saj, duke e përzier me të pavërtetën. Gënjeshtari i zakonshëm nuk është në gjendje të bëjë dallimin midis të vërtetës dhe gënjeshtrës dhe mund ta fshehë qëllimisht të vërtetën për përfitime personale ose për të mashtruar të tjerët. Pasojat e gënjeshtrës së zakonshme janë të rënda si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Në surën Nahl, ajeti 105, Allahu thot: Me të vërtetë, trillojnë gënjeshtra vetëm ata që nuk u besojnë argumenteve të Perëndisë dhe ata janë gënjeshtar të vërtetë. Ky ajet shërben si përkujtues se ata që gënjejnë me këmbgulje, veçanërisht për çështjet që lidhen me Allahun dhe fenë e tij, në fund do të përballen me dështimin dhe poshtërimin. Thënia e Imam Aliut nxjerr në pa prishjen morale dhe mungesën e integritetit që shoqëron gënjeshtrën e zakonshme. Ai shërben si një përkujtesë për myslimanët për rëndësinë e së vërtetës dhe nevojën për të kultivuar një ndjenjë turpi dhe modestie në veprimet dhe të folurit tonë. Një gënjeshtar i zakonshëm jo vetëm që mashtron të tjerët, por gjithashtu humb besimin dhe respektin e atyre që i rrethojnë. Duke menduar mbi këtë thënie, myslimanët duhet të përpiqen të mishërojnë cilësitë e ndershmërisë dhe integritetit në jetën e tyre të përditshme. Duke folur të vërtetën dhe duke shmangur gënjeshtrat, ne i mbështesim mësimet e Kuranit dhe shembullin e dhënë nga profeti ynë i dashur Muhamedi dhe shokët e tij fisnik. Të kujtojmë se rruga e së vërtetës të çon në sukses dhe kënaqësi të Allahut, ndërsa rruga e gënjeshtarit shpije në turp dhe humbje. Allahu na udhëzoft që të jemi të sinqertë dhe na dhënë forcë të rezistojmë tundimit të gënjeshtrës. Ai na pastroft zemrat tona nga mashtrimi dhe na dhuroft aftësinë për të jetuar me dinjitet, duke mbështetur vlerat e ndershmërisë dhe integritetit në të gjitha aspektet e jetës sonë.